Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini kafe në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoni këtë, do ngeleni pa fjalë. Një kafe fort pas një gjume të dobët është ajo për të cilën shumë njerëz kanë nevojë. Por, një studim i ri sugjeron se mund të jetë më mirë që më parë të hani diçka. CNN shkruan se sipas studimit, pirja e kafes përpara se të hani diçka mund të ketë një efekt negativ në shëndetin tuaj dhe gjithashtu në kontrollin e sheqerit në gjak, si edhe një faktor rreziku për diabetin dhe sëmundjet e zemrës. Ne e dim që gati gjysma prej nesh do të zgjohet në mëngjes dhe para se të bëjmë ndonjë gjë tjetër, do të pi kafe. Në mënyrë intuitive, sa më shumë të lodhur të jemi, aq më e fortë është kafja, thot profesori James Betts, profesor dhe bashkëdrejtori i Qendrës për Ushqyerjen. Për studimin e tyre, studiuesit në Universitetin e Bath morën 29 burra dhe gra të shëndetshme për të marrë pjesë në 3 eksperimente të ndryshme brenda natës. Pjesëmarrësit kishin një gjumë normal natën, afërsisht nga ora 11 deri në 7 të mëngjesit dhe ju kërkua të konsumonin një pije me sheqer gjatë zgjimit në mëngjes. Ata më pas përjetuan një gjumë të ndërprerë, sidomos gjatë natës ku studiuesit i zgjuan çdo orë për 5 minuta duke u dërguar mesazhe me tekste të cilave u duhet të përgjigjeshin dhe pas zgjimit ju dha njëjta pije me sheqer. Në një natë tjetër, pjesëmarrësit përjetuan të njëjtën ndërprerje gjumi dhe kësaj here ju dha kafe zeze fort për 30 minuta para se të konsumonin pije me sheqer. Pija me glukozë pasqyroi të njëjtën sasi kalorish si një mëngjes tipik. Ata gjithashtu zbuluan se nata me gjumë të ndërprerë nuk i përkeqësoi përgjigjet e glukozës në gjak dhe insulinës kur krahasohej me gjumin e natës normale. Sidoqoftë, kafeja e zeze fort e konsumuar para mëngjesit rriti ndjeshëm reagimin e glukozës në gjak me rreth 50%. Çfarë ndodh me trupin kur konsumojmë kafe esëll në mëngjes? Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi kafen tuaj të preferuar, me sa duket nuk është zgjidhja më e mirë. Sipas ekspertëve, një grup studiuesish nga Universiteti i Nevada Reno zbuluan njëkohësisht se llumi i kafes në të ardhmen mund të përdoret edhe si bionaftë, por kafja me të cilën nisë ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta filluar atë. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është mëngjesi i vonë, midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Brightside gjithashtu tregon efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne e pim me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo të dilni nga shtrati mund të ketë efektin e kundërt. Kafeina gjithashtu dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe madje mund të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila rezulton edhe në lodhje. Në qoftë se ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, ju mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Dhe gjithashtu kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mund të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt herët në mëngjes ndaj kafes mund të bëjë që ju të humbisni më shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotojë thithjen tuaj të hekurit, magnezit dhe të vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin tonë nervor.
Shumë kafein gjithashtu mund të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja duke I bërë ato edhe më të dobta. Madje mund të krijojë probleme me stomakun. Kafeja gjithashtu aktivizon sistemin tonë nervor, I cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë edhe diarre. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes, sidomos në mëngjes dhe për rrjedhoj shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës. Kjo gjë më pas mund të shkaktojë edhe shqetësime në stomak, mund të çojë në shtim në peshë, edhe pse kafja e zezë njëkohësisht mund t'ju ndihmojë që ju të ndiqni dhamin, ajo gjithashtu mund të prish modelet tuaja më të shëndetshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën që të ndjeheni më të uritur dhe njëkohësisht të keni më shumë dëshira për ushqime më të ëmbla. Shumë lloje kafesh si kafe të përziera me ëmbëlsues janë të mbushura me sheqer dhe kalori duke u bërë shkak për shtim në peshë. Mund të përkeqësojë edhe ankthin. Kur ju zjoni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo I jep trupit tuaj një efekt tjetër tërësisht nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin për disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën që të përdorni tualetin edhe më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes të lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe njëkohësisht e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme, si rrudhat e parakohshme. Mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj I kafes në mëngjes e bën edhe më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar sheqerin në gjak, I cili gjithashtu mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Gjithashtu, sheqeri I lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim në peshë dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve në lëkurë. Këto janë shenja që paralajmërojnë se po e teproni me konsumin e kafes. Kafeja në të vërtetë ka një efekt laksativ. Ajo lëshon një hormon që e bën stomakun tuaj të shpejtojë aktivitetin në zorrën e trashë. Pirja e tepërt të kafes mund të çojë në jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafeja gjithashtu promovon edhe zbaticën gastroezofageale. Në qoftë se ju keni ndonjë problem me stomakun tuaj, është më mirë që ju të zvogëloni konsumin e saj. Mund të ndiheni të lodhur ditën e nesërme pasi ju të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson performancën tuaj fizike me 11 deri në 12%, por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik I cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vënë re se pasi të keni pirë shumë ju mund të ndjeni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mund të keni ankth. Nëse konsumoni doza të mëdha të kafes së çdo ditë, kjo mund të çojë në ankth dhe nervozizëm. Kafeja është një shkas për çlirimin e adrenalinës që mund të ndikojë në sjelljen tuaj. Nëse vëreni se jeni bërë shumë nervoz, është një ide e mirë të përpiqeni të kontrolloni konsumin e kafes. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.